Gara koncesionare për ndërtimin e aksit rrugor Milot Balltre është përmbyllur pa ankesa për dokumentet e tenderit, duke i hapur rrugë shërtimit të ofertave të dorëzuara nga kompanitë. Në total janë 3 kompani që kanë shfaqur interes, ndërkohë që nëse edhe kjo fazë përmbyllet me sukses, atëherë do të vijohet me nënshkrimin e kontratës me kompaninë fituese dhe nisjen e punimeve për këtë segment të rëndësishëm pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian dhe që mund të japë përfundim zgjidhje trafikut kaotik që lidh Veriun me kryeqendrën e Shqipërisë Tiranën. Gara koncesionare synon pikërisht gjetjen e një kompanie private që do të ndërtojë aksin, një proces që sipas dokumenteve të tenderit parashikohet të zgjasë 30 muaj nga nënshkrimi i kontratës. Sipas dokumenteve të tenderit që shoqërojnë garën koncesionare, vlera totale e parashikuar e projektit është rreth 365 milion euro pa TVSH, ndërsa kozgjatja e kontratës do të jetë 35 vjet. Në këtë vlerë përfshihen kostot për projektimin, operimin dhe mirëmbajtjen e rrugës, që do të jetë një autostradë kategorisë A nga rruga e kategorisë S që është aktualisht. Aksi Milot Balltre është i gjatë rreth 17 km. Rruga fillon në nyjen e Milotit, ku do të lidhet me segmentet e tjerë rrugor Milot Thuman Kashar Lekaj rruga Kombit dhe do të përfundojë në rrugën ekzistuese Tiranë-Shkodër në Balltre. Ky aks është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, i identifikuar paraprakisht si pjesë e korridorit TEN të mesdhetar, duke shtrirë korridorin kryesor të rrjetit Bashkimit Evropian në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Prej vitesh ndërtimi i kësaj autostrade konsiderohet i rëndësishëm edhe për vetë faktin se shtimi i automjeteve ka bërë që tashmë thuajse i gjithë veriu i Shqipërisë të paralizohet, veçanërisht gjatë muajve të verës, nga trafiku kaotik.